Harrojmë që vetëm një javë para se Erion Velia të arrestoj në një aktivitet në qytetin studente, vetë Edi Rama e cilësoj si motorin e ndryshimeve të Tiranës. Lokomotiva e ka quajtur. Lokomotiva, kërkoj ndjes, po. Edhe normalisht që nuk besoj që Edi Rama është nga ato politikan që i lë diçka rastis, ndërsa duke mbetur tek pjesa Velie, unë personalisht nuk kam qenë dakord në raport me shumë detaje që kanë dalë nga ajo dosje, pasi unë besoj që qytetarëve shqiptarë duhet u thotë qartë dhe troq ku janë prekur nga vjedhjet e Erion Veliet nëse ka vjedhur. Pra nuk besoj se është kjo dosje për punë fustanesh apo për punë gjërash tjera, sesa në raport se ku është prekur direkt qytetari, qoftë ato haraci me lejet e ndërtimit apo haraci që paguajnë kompani që marrin tendera publik, besoj që kjo do duhet kishte qenë thembra akilit të kësaj çështje. Ne do të kemi parasysh që kemi të lutem Isa, të lutem se të ndërpreva më burr për te kësaj, jam dakord për të gjitha, po nuk po e sfumo kush, ne po themi që është shumë më i madh problemi se sa Elman Abule, dhe nuk është Elman Abule peshku i madh në gjithë histori. Dhe të mos harrojmë që Erion Velia nuk është personi vetëm përgjegjës për lejet e ndërtimit, është Edi Rama personi përgjegjës për lejet e ndërtimit, qoftë për investimet strategjike, qoftë për objekte që janë mbi 9 kate deri në Tiranë. Nuk besoj që ka qenë Erion Velia njeriu që mund ta vendoste i vetmi të gjithë mekanizmin e incineratorëve, dhe për këtë duhet jap shpjegime dhe llogari. Edi Rama për Erion Velia, dhe jo të merret me edhe Spaku, ai Altin Dumani i ndershëm që i thotë Edi Rama, këtu duhet merret me Erion Velia. Normalisht nuk kanë mbyllur, se ti thesh në një situatë komode. Unë besoj që në raport me Erion Velia është vetëm maja e icebergut në raport me ato afera korruptive për në të cilat është i përfshirë ai, por nuk besoj që Erion Velia i ka vepruar i vetëm. Këtë e kam bindje të plot.